Ish finalistja e Big Brother VIP 4 Rozana Radi ka reaguar për herë të parë në profilin e saj në Instagram rreth rrugtimit të saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Këngëtaria e njohur ka falënderuar fillimisht publikun për gjithë dashurinë dhe vlerësimin në këtë udhtim fantastik jete. Gjithashtu ajo falënderon të gjithë skuadrën e Big Brother VIP 4 që u kujdes që ky udhtim të jetë i paharrueshëm. Rozana shpreh se ende vijon të kërkojë mikrofonin në trup dhe gjumin ende nuk e ka bërë të plot. Postimi ish finalistes së Big Brother VIP 4. I përullën publikut për gjithë dashurinë dhe vlerësimin në këtë udhtim fantastik jete. Finalja ishte e mbushur plot me emocione të bukura. Jam ende duke e kërkuar mikrofonin në trup dhe gjumin nuk e kam bërë të plot. Falenderoj Top Channel Albania që më bëri të shijoj një eksperiencë unike. Sara Hoxha, Ledion Liço faleminderit që më ftua të jem pjesë e një udhtimi që destinacionin e kishte me emocione të forta. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.